Është për kujtuar 135 vjetori lindjes së At Martin Gjokus, një prej personaliteteve më të njohura të muzikës së kultivuar shqiptare. Aktiviteti u zhvillua në hollin e teatrit Migjeni në Shkodër në organizimin e muzikantit Çamil Gjyrezi, në bashkëpunim me përfaqësues, instrumentist dhe pedagog të shkollës artistike Prenkjakova. Flitet për një figuar shumë të rëndësishme të muzikës të kultivuar. Deri tash i majtun heshtë një farë mënyrët, megjithëse kena një material të profesor Robert Pranushit, një përmbledhje të disa që kanë shpëtuar disa nga fragmentet e veprave të At Martin Gjokus. Na do të citojmë disa prej tyre, secili në gjininë e vet në momentin kur është e mënuar për mua. At Martin Gjoku është një simbol shumë i rëndësishëm i muzikës tonë të kultivuar, falë kontributit ti për artin, falë krijimtarisë ti, si që tha dhe miku jem, drejtori i shkollës artistike Prenkjakova, ne do të citojmë diçka. Dhe duke luajtur At Martin Gjokun me profesor Antonin, me profesoresh Rozetën, me Odesën, me Saedin, me profesor Lukën, do të përpiqem të sjellim e krijimtarinë e tij të mrekullueshme, e cila kërkon të luhet, të njihet. Një program i zgjedhur muzikor u interpretua gjatë këtij aktiviteti nga artistë të rinj, por edhe nga emra me përvojë të pasur në muzikë. Kompozitori At Martin Gjoku vlerësohet si një nga figurat më të rëndësishme të historisë së muzikës shqiptare, ndaj dhe krijimtaria e tij meriton të studiohet dhe të promovohet më gjerësisht. Të pranishmit theksuan nevojën që këtij personaliteti t'i jepen edhe titull nderimi zyrtar, pasi kontributi i tij në muzikën shqiptare është i pazëvendësueshëm.